Casino del Buon Respiro, ndërtesa e frymës së mirë. Kështu quhet godina e qeverisë italiane, aty ku Giorgia Meloni dhe Edi Rama po nënshkruajnë sot këtu në Rom një tuftë me marrëveshje të cilat konfirmojnë aleancën strategjike mes Italisë dhe Shqipërisë. Të gjitha rrugët çojnë në Rom dhe me siguri dhe rruga e Shqipërisë për në Bashkimin Evropian do të kalojë nga Roma. Një event historik, hera e parë që qeveria shqiptare bën një mbledhje të tillë me një qeveri tjetër ku nuk ka shqiptar nga pala përballë. Kjo do të jetë një ditë historike për Shqipërinë, por natyrisht edhe për vetë Edi Ramën, i cili është arkitekti një marrëdhënie speciale me Giorgia Melonin, të cilën jo rrallë e ka quajtur motra e tij e madhe dhe e shqiptarëve. Por sigurisht, nëse në Rom ka diell, në Tiranë bie shi. Dhe sot në intervistën time me kryeministrin do diskutojmë edhe zhvillimet në kryeqytetin shqiptar dhe situatën e komplikuar në cilën gjendet qeveria shqiptare, jo përballë opozitës më të dobët se kur, por përballë spakut më aktiv se kur më parë. Ndiqni për gjitha këto intervistën time me kryeministrin Edi Rama sonte në ora 8 në Real Story në ABC News.